218 lek për litër është çmimi i ri i naftës dhe 181 lek për litër është maksimumi që duhet të paguani për benzinën, duke nisur nga ora 10:30 së shtunës, nëse do blini me pakicë. Ata që do të blejnë naftë me shumicë do ta marrin jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa benzinën deri në 169 lek për litër. Çmimet e reja tavan u përcaktuan nga Bordi i Transparencës, mekanizmi i ngritur nga qeveria për kontrollin e tregut të karburanteve kundër abuzimeve dhe përcaktimin e çmimit mbi bazë të disa faktorëve të lidhur me reagimin e bursave si dhe efekti i krizës në lindjen e mesme. Me këtë vendim çmimi i naftës shënon një rritje me 15 lek për litër, ndërsa benzina do të kushtojë 6 lek për litër më shumë, sipas vendimit që u njoftua publikisht vetëm pak minuta para se të hynte në fuqi. Kush e furnizoi makinën me karburant para orës 10:30 së shtunës, kurse u pak para ose mbushi pak më shumë serbatorin, duke përfituar nga çmimi i naftës deri në 203 lek për litër dhe i benzinës deri në 175 lek për litër, që ishte në fuqi prej të premtes, kur Bordi i Transparencës bëri ndërhyrjen e parë në tregun e karburanteve, por këto çmime ishin si ofertë që zgjat pak. Bordi i Transparencës, ndërkohë përmes njoftimit zyrtar krahas çmimeve tavan, u tërheq vëmendjen dhe operatorëve të shitjes së karburanteve mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Një ditë më herët, importuesit e karburanteve përmes një deklarate paralajmëruan pezullim të importeve dhe shitjeve, pasi e cilësuan nën kosto çmimin e përcaktuar nga Bordi i Transparencës. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë thanë përmes një deklarate se janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.